Okej, ju lutem tak rrugën. Lavdi gjithë dëshmorëve. Lavdi e përjetshme. Lavdi gjithë dëshmorëve. Ministri Gjejmë lavdi, ju jeni vlla i 3 dëshmorëve. Lavdi për gjithë sakrificën. Dhe shpresoj që kurse krejt Kosova dhe ju jeni krenar. Që është edhe arsyeja pse ne sot krejt kulminojmë bo bashkë me i nderuar presidentin. Lavdi dëshmorëve dhe njëherë lavdi gjithë dëshmorëve. Lavdi gjithë dëshmorëve. Unë e prej ty në vërë. Lavdi këtë një bënjë lavdi. Nici mai me frypa. Jo, una lavdi dëshmorëve. Që sa problemi atë? Edhe respekte të frikëve. Në 4 natën e së cilës organizohet kjo ceremoni. E marrë ma bara, besoj që po. Nderuar kryetari i komunës zoti Ilir Ferrati, të nderuar përfaqësues të institucioneve lokale dhe qendrore, i nderuar ish kryeministër Haradinaj, të nderuar përfaqësues të shoqatave të dala nga lufta e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, të nderuar veteranë e invalid të UÇK-s, familjarë të dëshmorëve, shumë të dashur fëmijë, nipa e mbesa të dëshmorëve të nderuar të pranishëm. Kombet, si kurse ky yni rilindin çdo herë nëpërmjet dëshmorëve. Prandaj sot jemi mbledhur në fshatin Vrellë të Istogut, në këtë tokë që frymon me krenari e dhimbje, për të përkulur me nderim para dëshmorëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, për t'u përkulur të gjithë së bashku para bijve dhe bijave më të denjë të kombit ton, të cilët u flijuan për lirinë të cilën e gëzojmë sot. Në këtë muaj të shenjtë për ne, në qershorin e çlirimit, kur para 26 vitesh, Kosova me vrullin e UÇK-s përmbylli rrugën e lirisë me ndihmën e aleatëve tanë në krye me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po e përurojmë këtë memorial, i cili do të jetë përjetësisht dëshmi e gjakut të derdhur, dëshmi e trimërisë dhe e lavdisë e cila nuk do të zbehet asnjëherë. Vrellën, Istogun dhe Kosovën e nderon sot historia. Na nderojnë këta emra të pavdekshëm që u rreshtuan radhët e UÇK-s për lirinë dhe për shtetin ton. Dëshmorët tanë u ngritën mbi çdo frikë, mbi çdo pengesë,
e mbi çdo cenim të dinjitetit njerëzor. Ata I treguan botës se Kosova ka bi e bija që e duan këtë tokë më shumë se sa vetën. Ushtria çlirimtare e Kosovës ishte zemra e rezistencës sonë kombëtare. Ishte betimi I përgjakur I një populli që për dekada u mohua, u përbuz dhe u persekutua, por kur nuk u përkull para okupatorit. UÇK-ja ishte vulkani I një populli që deshi të jetoj I lirë në tokën e vet. Në këtë memorial do të qëndrojnë jo vetëm trupat e dëshmorëve, por edhe një pjesë e themelit të shtetit ton. Në fakt, themelet më të forta të shtetit ton. Këtu prehen premtimet që herojnë lanë për gjysmë për një Kosovë të pavarur, sovrane dhe me drejtim të qartë euro-atlantik. Të nderuar të pranishëm, Istogu me rrethin nuk është vetëm vend I luftës, I sakrificës dhe I çlirimit, por edhe truall I urtësisë, I vizionit dhe I prizve që I dhanë drejtim fatit të kombit ton. Kjo tokë e bekuar, përveç dëshmorëve të shumë që dhanë jetën për liri, lindi po ashtu edhe figurën emblematike të historisë sonë moderne, presidentin historik Dr. Ibrahim Rugova, I cili me urtësi dhe vizion ndërtoi së bashku me UÇK-n themelet e Republikës sonë. Lufta heroike e UÇK-s dhe presidenti Rugova ishin ata që I hapën rrugë për mitësi e themelet të forta shtetit ton. Këta titan na mësuan se liria fitohet atëherë kur kombi bashkohet. Atëherë kur përballë padrejtësisë qëndron shpirt I pathyeshëm, dinjitet I palëkundur dhe vullnet I pashuar për të jetuar I lirë. Nëse duam ta nderojmë me të vërtet gjakun e dëshmorëve, atëherë duhet të jemi të denjë për sakrificën e tyre. Duhet ta mbrojmë lirinë çdo ditë e ta mbrojmë si vlerë, jo si privilegj. Të punojmë çdo ditë për shtet ligjor, për mirëqenie, dinjitet njerëzor dhe për mbrojtje të çdo pëllëmbe të shtetit ton I cili është arritur me gjak. Duhet kujtojmë gjithmonë se pa luftën e UÇK-s dhe pa mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të NATO-s dhe aleatëve të tjerë, Kosova nuk do të ishte ajo që është sot, një shtet I lirë, sovran që ecën me hapat sigurt drejt familjes së kombeve të qytetruara. Në këtë ditë të paharrueshme nga vrella e Istogut, duhet të jehoj një falënderim I përjetshëm. Lavdi dëshmorëve tanë të pavdekshëm, lavdi ushtrisë çlirimtare të Kosovës, rënoft Republika e Kosovës, I përjetshëm kujtimi për dëshmorët e kombit dhe për gjithë të rënëtarët. Faleminderit presidente. Sigurisht faleminderit për këtë fjalë. E ftojmë tani për një fjalë rasti kryetarin e komunës së Istogut, zotin Ilir Ferrati. Shumë e nderuara presidente e Republikës së Kosovës, shkëlqësia juaj zonja Vjosa Osmani Sadreu, të dashura dhe shumë të respektuara familje të dëshmorëve, I nderuar ish kryeministri I Kosovës, komandanti I zonës operative të Vllazhinit, kryetari I Aleancës për Adhurimin e Kosovës, zoti Ramush Haradinaj, të nderuar përfaqësues të institucioneve lokale, të nderuar përfaqësues të forcës së sigurisë, të nderuar përfaqësues të brigadës, së dashur fal cilës po egzojmë këtë liri sot, e dëshmorët e cilës po I nderojmë sot me këtë aktivitet, të nderuar deputet, të nderuar përfaqësues I asociacionit të Memorialit të Kosovës, shumë të respektuar qytetarë të komunës së Istogut. Rrugëtim vërtet I gjatë. I kurorëzuar në vitin 1999, Kosova u ngrit si asnjëherë më parë. U ngrit mbi plagë, mbi dhimbje, mbi shpresë, mbi gjakun e bijave të saj më të mirë. Ju shtepon 20 qershori, dita kur Istogu e pa dritën e lirisë. Dritë kjo që nuk erdhi vetvete, por që ndryqoj nga flijimi vetë mohues I bijve e bijave tona, I dëshmorëve që sot e deri në përjetësi prehen në këtë vend beguar. Jemi mbledhur pikërisht këtu
rëndësbjeshve më të bukura të Republikës tonë për një atë sakrificë dhe kënaqësie, sepse ata të cilët janë rivarrosur këtu janë gjaku që u shkalit mbi historinë tonë dhe mbi këtë agur sot. Ata nuk e kërkuan lirinë, ata e fituan lirinë, sepse në krahor nuk mbanin vetëm armët, por edhe zemrën që ta dhej. E sollën lirinë për ne që sot flasim gjuhën tonë, lirshëm dhe pastër, zëshëm dhe fuqishëm. Ky vend sot nuk flet vetëm me gur e me emra. Flet me lavdi, me përulje e zotim. Ky memorial është dëshmi e përjashme se Kosova nuk është liruar rastësisht. Kosova është liruar me shumë mund, me shumë dhimbje dhe me sakrificë sublime. Sot, kjo ceremoni që është gjunjëzim moral para madhështisë së këtyre dëshmorëve, sepse këtu në këtë truall shajt, po pushojnë ata që zgjedhen të jetojnë përjetësisht. Të dashur qytetarë të historisë, dëshmorët të cilët zënë vend në këtë memorial, tash e përjet i thirrën emrit të USHK-s qendrestare. Ju bashkangjitën idealeve të shumë burrave e grave të Ikumbi e idealet të presidentit Rugova. Krahas përpjekjes tonë dhe ndihmës së aleatëve tonë me në kryer Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe NATO-s. Para jush, sot janë shpresa e gjeneratave që i këndojnë lirisë. Nderuar familjarë të dëshmorëve, nuk mundemi të përshkruajmë dhambjen tuaj sepse dhambja juaj është për te i fjalëve. Prandaj, më lejoni që në emër të komunës së Istokut dhe në emrin tim personal t'ju them me përulje, ju që dhatë më dashurit tuaj sot i keni dhënë përjetësinë këtij kumbi. Kjo liri është amanet, ky memorial është kujtesë, e ne do të bënojmë çdo ditë që Kosova të jetë e denë për gjakun e tërë të dëshmorëve. I stog urime dita e shërimit, lavdi të gjithë dëshmorëve të kombit, Zoti bekov familjen e dëshmorëve, Zoti bekov Kosovën, ju falenderoj. Nderuar Presidenti i Kosovës, zonja Vlos Osmani Sadet, kryqësia e kryetari i komunës Ilir Ferrati, dashur bashkëftar shumë gjallë që ju takoj sot, në kuptonin që s'po ju thënë me emra, se jeni shumë. Faleminderit Gjeneral Çikaçi për prezencën e juaj, Gjeneral Azrovi e shumë tjerë, familjet dëshmorëve, dashur fëmijë, oficerë, policë që jeni në detyrë sot. Edhe për mua është një ditë vërtet emocionale, edhe ju falenderoj gjithëve për angazhimin e juaj, që ky memorial vërtet ta merr dimensioneve duhur, pra këtu të pushojnë eshrat e bashkëftarëve tonë, edhe i falenderoj familjet që e kanë dhënë pëlqimin, i falenderoj bashkëftarë që kanë ndihmuar, e të gjithë që keni qenë pjesë kryetar, që rivarrosja bëhet me nderime, bëhet ashtu si i takon. Po ashtu, kolegë, do të më thonë që është nderin tonë që edhe të tjerë të rivarrosin këto. Pra nuk do të fshihemi, do të rivarrosin gjithë me një vend, dëshmorë, sidomos në një ditë që kjo në ditëve Shërimit, na dojnë bashkë, nuk na dojnë danë. Kemi shumë njerëz që e ruajnë lirinë tonë, edhe për ulemi me respekt për shërbimin e tyre, pra si dikur luftëtarët e UÇK-s, që i falenderojmë për shërbim, kemi shumë njerëz sot që janë punë me ruajt lirinë. Edhe vërtet jemi mirënjohës atyre që punojnë në institucionet e sigurisë, trembëve të ligjit, edhe i falenderojmë për shërbim. Është një punë jo e lehtë, edhe është një punë vërtet shumë e smurshme prej qytetarëve të Kosovës. Nikosisht, ne nuk harrojmë asnjëherë me i falenderuar edhe aleatët tonë që ishin me ne me fitu lirinë, pra NATO-n, Amerikën, po i falenderojmë edhe sot, që edhe sot shërbejnë që na me e gëzu lirinë tonë, me jetu të lirë në Kosovë, edhe po ashtu dëshirojnë me u bashkue, pra kësaj aleancë ushtarake NATO-s, që është legjitime, edhe besoj do ta shohim këtë ditë së bashku.
ka dhe diçka që du me shtu, liria është edhe përgjithësi, pra nuk është veç fitore, është edhe përgjithësi. Në lirinë duhet kujdesemi që të jetojnë të lirë, të gjithë ata që jetojnë me ne, na jem shumicë shqiptare, kemi qenë këtu, do të jemi çdo herë, edhe do ta kemi lirinë e përjetshme, po është në nderin tonë me jetu të lirë edhe komunitetet që jetojnë. Në Kosovë të gjitha pa dallim, edhe duhet ta bojmë këta, pra duhet t'ja dëshmojmë secilit e secilës që në këtë vend jetojmë të lirë. Ne e kemi thënë edhe kur është kriju ushtria që me krijimin e ushtrisë tonë janë gëzu ushtarët e Adem Jasharit edhe të Ibrahim Rogovës, po ne dëshirojmë që me u gëzu krejt rajoni jonë, shqiptarët kudo që jemi, edhe ju siguroj që Kosova don paqe në rajon. Po ata dim, ne kemi thënë disa herë, vazhdojmë me thonë, dojmë paqe edhe me Serbinë, pra dojmë një marrëveshje për njohje sa më shpejt që është e mundshme, kuptohet, është interesin e gjithëve, por e vërtet ashtë ndryshon në lirinë tonë, e kemi të përjetshme dhe do të arrujmë përjetësisht. Duke ju falenderu edhe për fjallën, ju përgëzoj për memorialin dhe i falenderoj edhe njëherë gjithë ata që kanë qenë pjesë edhe realizimit të memoriali, por edhe realizimit të rivarrosjes, vërtet ka qenë emocionale dhe njëkohësisht nuk harroj me ju thonë, edhe familjeve tjera dhe bashkëpunëtorëve tjerë, të gjithë duhet jemi, pra dëshmorët duhet jenë këtë vend, do ta kemi një tokë, është diskutue edhe për veterantë, mund t'ja shtojmë ti aneksi, ose mund t'a identifikojnë një vend tjetër, por të gjithë tranë për liri duhet jenë me një vend. Faleminderit lavdi. Faleminderit zotëri Haradinaj. Nderuara presidente zonja Vjosa Osmani Sadreu, i nderuari komandanti zonës, komandanti jemi, zotëri Ramush Haradinaj, kryeministër, kryetari i Aleancë, i nderuar kryetar i komunës së Stokut, zotëri Ilir Ferrati, të nderuar deputet, përfaqësues të institucioneve general, PSK, ju falenderit, i nderuar ish komandanti i brigadës Azer Veseli, komandë i brigadës, bashkëluftëtar, të nderuar familje të dëshmorëve, bashkëluftëtarë dhe qytetarë. Sot jemi këtu jo vetëm për ta festuar ditën e çlirimit të Stokut, por edhe për të përmbyllur një proces shumë të rëndësishëm të rivarrimit të dëshmorëve të kombit në komunën tonë. Me 14 qershor kemi bërë rivarrimin e 34 dëshmorëve me ndërimet me të larta ushtarake që ka parë ndonjëherë Kosova. Ne si organizata të dalja nga lufta UÇK-s filluam këtë proces bashkë me Agjencionin për Menaxhimin e Monumenteve dhe Memorialeve, ku një falënderim i veçantë i shkon drejtorit Imer Hakaj për kontributin e tij, duke bërë të mundur këtë proces. Ky proces gjati mbi 3 muaj. Gjatë kësaj kohe pati vështirësi dhe sfida, por ne nuk ndalim për asnjë moment. Ju si familjar të dëshmorëve, përjetuat momente që nuk ishin të lehta, ku kishte dhimbje, por më shumë kishte ndjenjë krenarie. Atë e kumparën çdo ditë të ju në sy të juaj. Falënderit familjet të dëshmorëve që gjetet kurajan për të vendosur që ma të afërm të juaj dëshmorët të vinë këtu të prejnë me paqe. Deputetin Bek Berisha falenderoj posaçërisht që ka bërë një angazhim të veçantë, kryetarin e komunës, me kryetarin dhe të gjitha partitë politike të komunës së Stokut që ishin të unifikuara duke dhënë kontributin e tyre mbi këtë proces. Që asnjëherë si kemi pa, domon të gjitha partitë politike kanë qenë bashkë për të ndihmuar këtë proces. Është hera e parë që e shohim në komunën tonë. Prandaj duhet të jeni krenar të gjithë ju familjet të dëshmorëve, bashkëluftëtarë të dëshmorëve, qytetarë, e mbi të gjitha ju institucione komunale dhe qendrore. Sepse mbi gjakun dhe sakrificën e tyre janë themeluar institucionet e Republikës së Kosovës. Le ta nderojmë ushtrinë çlirimtare të Kosovës. Të nderojmë luftëtarët e UÇK-s që dhanë jetën e tyre për lirinë që ne e gëzojmë. Lavdi të përjetshme dëshmorët të kombit, qoftë i përjetshëm kujtimi për ta. Ju falenderoj.
Thank you.